Përshëndetje, jam këtu me zotin Leo Zibraku, i cili është ortak i kompanisë AgriService. Faleminderit shumë për kohën tuaj, zotin Zibraku. Përshëndetje, unë jam bashkëpunëtor me ortakun tim Ricardo Micheli. Firma jonë është krijuar në 2021, ndodhet në Elbasan, zonës Llovës. E ne jemi mundur që në Shqipëri të sjellim produkte me standard evropian. Produktet tona janë të gjitha organike. Cilat janë produktet tuaja kryesore, me cilat keni ardhur në këtë panel? Ne kemi 12 lloj produktesh që kemi regjistruar. Produktet tona janë Eurobor, Euroactiv, Eurocal, Eurodual, Euroactiv, që është një produkt shumë interesant për bujqësinë shqiptare, sepse ç'a bën, shkantron ngarkesat e tepra që i kanë dhënë nga elmet nga plerat jo të rregullta. Kjo bëhet përpara mbjelljes së fidanëve të rinj. Po, kjo bëhet përpara që e pasuron tokën, i vdes mikrobat e këqija edhe i jep një pasuri tokës që e bën që të ecën akoma përpara. Ky është viti juaj i parë që jeni pjesëmarrës në këtë panel apo keni qenë edhe në panelet e mëparshme? Pikërisht neve kemi vitin e parë që kemi prezantuar dhe produktet, sepse për procesi i regjistrimit ka do kohën e vet. Tani, këto kohë të fundit e realizuam, kemi marrë dhe patentën edhe certifikimin e regjistrimit produkteve. Produktet janë italiane, pra ju i merrni nga Italia dhe i sjellni në Shqipëri, apo keni fabrikën tuaj këtu në Shqipëri? Atëherë, ne i marrim nga Italia, fabrika ndodhet në Bergamo, edhe është shumë interesante, se fabrika jone që i prodhon vetë brenda, me laboratorat me modern që ekziston. Edhe kemi dhe një produkt shumë interesant që në Europë nuk është futur deri tani, është ky hidrogjeli. Për çfarë shërben? Ky është si depozit ujë për bimët, për perimet, për një fermer që vadit 3 ditë bimën, me këto vadit njërë javë. Dhe ky nga plur, ku hidhet në tokë, falë më të marë, nga plur, ky krijohet në gjel. Dhe kjo e mban tokën të lagësht. E mban bimën të karikur që mos të stresohet, të them një për shembull në domate, ky e mban gjithmonë të karikur që bima mos stresohet, mos të lëshojnë toksina. Dhe është shumë interesant sepse domatja vetë është krijuar me ujë dhe ky jep gjithmonë e karikon bimën. Dhe për pemët ky aplikohet 1-2 vjet. Për pemë të mëdha kur bie shi, mbledh ujë, kur nuk ka shi, lëshon ujë. Kur jep sistem vaditje, jep njërë javë, me këto jep 1-2 javë. Ka një ndryshim shumë interesant, që tani nuk është as në Europë, vjen është në Spanja, e kemi sjellë veç neve. Cilat janë sfidat më të mëdha që hasni ju si kompani? Atëherë, sfidat është fermeri në Shqipëri nuk ka besim. Thotë që unë duhet ta bëj provë, sepse kështu ma thotë nuk po them emrat një agronom tjetër. Por neve e di që besimi është shumë i pak, se janë shumë të shkënjur, po ne rezultatet do të tregojnë punën tonë që kemi. Duke marrë shkas edhe nga produktet jo fort mira që disa herë futen në Shqipëri, jo pa të drejtë, kështu që jeni plotësisht dakord. Baba im ka një sipërfaqe di 1 hektar sera. Ajo më ka shtyt më tepër që jam kthyer për të investuar në Shqipëri, sepse baba im më thotë, kam problem në domate, po ka shembull prap. Dhe shkon atje i thonë, jo, bëj provë këto. Edh, shpenzon lek. Jo, s'm dha rezultat. Okej, bëj provë këto. Po në atë moment baba im po shpenzon. Edhe rezultat nuk merr. Edhe duke parë vështirësitë që ka baba im në fermën e tij, më shtym më tepër që unë të marr një synim që të sjell këto produkte në Shqipëri. Ju falenderoj shumë dhe shumë suksese në punën tuaj. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.